Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Britsjapit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë juftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videon me temën për hënën e plot, sepse ka efektet e veta, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe videot e javës sigurisht, këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Britsjapit. Dhe shohim, ju uroj një muaj të mbar të gjithëve. Atëherë shohim energjinë që do na vi në lidhje me ju. Dhe këtu keni të bëni me energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të zjarit dhe këtu kemi 4 energji, energjinë e shenjës së demit, shenjës së akrepit, shenjës së virgjëreshës dhe shenjës së luanit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë në fillim të javës ju shoh shumë bashkëpunues në lidhje me një dashuri. Ju sikur dëshironi të lini situatat ose problemet që keni kaluar mbrapa, dhe ju keni kaluar shumë probleme, e shoh, por shoh që dëshironi të çoni gjërat para. Dhe fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para në lidhje me një njohje, në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër shoh që mund të jeni duke menduar për të marrë disa para dhe është një shumë e konsiderueshme, ose për të pasur një bashkëpunim që do sjellë të ardhurat të mira. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me një shtëpi, ndoshta blerje në një shtëpi, blerje në një proneje, ose blerje në një makine, mund të bëni blerje të ndryshme, por janë blerje të mëdha, ose mund të jenë dhe blerje online. Dhe në mesin e javës ju shoh që ju ndoshta dëshironi të lini problemet që keni kaluar mbrapa, sepse shoh që keni kaluar shumë probleme. Por jeni drejt fundit, sepse dhe një nga 9 e 10 duam dhe një të kalojmë. Gjithsesi ju do shikoni për të çuar gjithçka para, si në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, me kontrata ose bashkëpunime të ndryshme që do keni, dhe fatin në fund të javës do ta keni me vete për të çuar gjërat që ju dëshironi para gjatë javës së parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjinë e shenjave të ujit, energjinë e shenjave të ujit dhe të ujit përsëri. Është një javë shumë emocionale për ju në lidhje me dashurinë. Ju shoh që ndjeni shumë të dashuruar në lidhje me një person. Është një person që ose ju e refuzoni ose personi ju refuzon, por është një person nga e kaluara juaj. Mund të jetë një person nga fëmijëria juaj që ju e keni njohur, ose në rastin tjetër mund të jetë dikush që dëshiron të rikthehet tek ju. Dhe për pjesën tjetër, shoh në marrëdhënie do filloni të jeni më të konsoliduar, por ju shoh që jeni përqendruar shumë te e përditshmja juaj dhe nuk shikoni këtë person që ju jep ose ju ofron këtë dashuri ose ndjenja dhe emocione në lidhje me ju, partneri ose partnerja juaj, ose në lidhje me një person që mund të jetë i dashuruar me ju. Gjithsesi, në fund të javës shoh që do keni një lidhje shumë të ngushtë me fëmijët tuaj, ju do jeni duke i mbështetur fëmijët. Për një pjesë prej jush mund të keni një dalje, mund të dilni diku dhe aty të ndjeni mirë në një vend me ujë, ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të rikthehen çështje dhe situata nga e kaluara juaj, që këto mund të jenë nga më të ndryshmet. Ose ju mund të takoni një person nga e kaluara që është një person dashamirës. Gjithsesi, është një javë shumë emocionale, do hyni në partneritete, në lidhje me punën, sepse shoh që fati do t'ju ndihmojë, ju kërkoni të bëni një bashkëpunim, dhe shoh që ju sikur ose refuzoni këtë bashkëpunim, ose ju mund të jeni duke jeni përqendruar te punët tuaja të përditshme, dhe unë shoh që një partneritet do t'ju ofrohet. Por ky partneritet ka të bëjë me diçka nga e kaluara, një person nga e kaluara, që ju mund të keni pas një bashkëpunim, një partneritet, ose mund të jetë një punë e re,
që ju mbështet një person në lidhje me këtë punë, por është person nga e kaluara. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë, shoh që kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të tokës përsëri dhe energjinë e shenjës së gafores. Në fillim të javës, shoh që ndiheni shumë të sigurt në lidhje me një dashuri, ju jeni gati në lidhje me këtë person, ndoshta ndiheni më të sigurt, keni më vetbesim. Por në mesin e javës shoh që ju jeni duke menduar rreth kësaj gjëje, rreth një udhëtimi ose rreth një këtij personi, por shoh që nuk do hini hapa në mes në javës. Dhe në fund të javës ju shoh përsëri në udhëtime dhe do të jepni drejtim emocioneve në lidhje me këtë person, me këtë dashuri. Në një rast, në rastin tjetër, ju do të jepni një drejtim më të mirë, sepse shoh familjes tuaj, anës tuaj ekonomike, fëmijëve tuaj, mund të ketë lidhje me disa para, me prona të ndryshme që mund të keni. Ju shoh shumë emocional në fund të javës, ndoshta do ndiheni dhe mirë, mund të bëni dhe udhëtime të shkurtra ose të gjata. Por në fillim të javës shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Ndoshta kjo shumë që do merrni do t'ju bëjë që ju të ndiheni më të sigurt nga ana ekonomike, financiare. Shoh që do keni oferta si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por janë oferta dashurie ose pune që do vinë në lidhje me udhëtimet që ju do keni. Është një javë stabiliteti, një javë vetbesimi, një javë ku ju do ndiheni të sigurt në lidhje me gjërat që bëni, do ndiheni një lloj sigurie ekonomike. Dhe shoh që fundi javës ju gjen në udhëtime, ju gjen pranë familjes, ju gjen shumë emocional në lidhje me një person, me një dashuri, dhe ju vërtet dëshironi të jepni drejtim gjithçkaje në fund të javës së tretë. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Atëherë në javën e katërt shoh që diçka prishet, diçka ndryshon këtu. Jemi te kullat, energjia e kullës. Kemi energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë. Atëherë shoh që këtu do jeni në një situatë ku ju do prishni diçka, ndoshta diçka rrëzohet aty, diçka do ndryshojë në jetën tuaj. Në momentin që ju të jepni drejtim gjithçkaje, gjërat do ndryshojnë për mirë për ju. Dhe unë shoh që mund të jetë diçka që ka lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju dëshironi gjëra më të sigurta. Ndoshta ju nuk dëshironi të ndigjeni brenda kësaj kulle në mënyrë metaforike, por dëshironi të lini mbrapa, të ndryshoni jetën tuaj dhe të ndërtoni në jetën tuaj gjëra më të sigurta. Një dashuri, një njohje ose lidhje që vërtet të ketë jetë gjatësi. Ose në lidhje me familjen. Ndoshta aty mund të keni pasur disa tensione, mund të keni pasur dhe probleme në lidhje me shtëpinë, me familjen, me anën ekonomike. Dhe kjo do t'ju bëjë që në fillim të javës së tretë ju ta ndryshoni komplet këtë situatë, ta ktheni në favorin tuaj, duke mund të jenë çështje familjare, mund të jenë çështje që kanë lidhje me studimet tuaj, çështje që mund të kenë lidhje me familjen tuaj, sepse shoh që jepni drejtim në fund të javës së tretë gjithçkaje, mund të ketë lidhje me emocionet, mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, sepse shoh që jeni duke i mbështetur shumë fort. Dhe kjo gjë, ky ndryshim që do vinë në jetën tuaj dhe është një ndryshim shumë i madh, unë shoh që në mes të javës do t'ju bëj që ju të ndiheni më mirë nga ana emocionale, ju të çliroheni nga çështjet dhe situata që mund të keni pasur në të kaluarën tuaj. Dhe kjo mund të ketë zgjatur për një 8 vjeçar, ku ju vërtet mund të keni pasur presione, mund të keni pasur çështje dhe vështirësi në shtëpi, në familje, në lidhje me komunikimin, me vëllezërit, me motrat, ose mund të keni edhe në lidhje me anën financiare, ekonomike. Gjithsesi, të gjitha këto përfshihen te kulla, sepse shoh që mund të keni pasur edhe keq kuptime në jetën e përditshme, mund të keni qenë konfuz me familjen tuaj, sepse vjen fill mbas kartës së familjes, në lidhje me një pronë, në lidhje me fëmijët, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pas në jetën tuaj, sepse thash,
keni pas një 8 vjeçar që gjërat për ju nuk kanë qenë aty ku duhet. Por shoh që ju do harini ta bëni këtë ndryshim, do ndjeni më të çliruar, do ndjeni më të kënaqur, do keni lajme të mira në lidhje me gjithçka. Dhe në fund të javës së 4 ju shoh pak të mbyllur në lidhje me dashurinë. Edhe pse vërtet dëshironi të jepni drejtim, një njohje, një dashurie, çliroheni nga gjërat të së kaluarës tuaj, ju përsëri nuk do jeni shumë të hapur në lidhje me dashurinë. Në lidhje me një person, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ju shoh që tregoni pak të mbyllur aty. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do keni lajme të mira ekonomike. Dhe dhe fillojmë muajin nga ana ekonomike, shoh që ju merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe në fund të muajit ndodh përsëri e njëjta gjë. Se po të vëmë re, në fillim të muajit të javës së tretë ju mendoni shumë për anën ekonomike, për të realizuar diçka dhe do të jepni drejtim kësaj situate dhe në fund të javës së 4 ju do merrni disa para, ato do mendoni për të investuar, mund të investoni te fëmijët tuaj, mund të investoni në çështje dhe situata të ndryshme që keni, por mund të investoni në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Por ndërkohë mund të hiqni edhe disa kursime gjatë fundit të muajit. Gjithsesi, pavarësisht se është një muaj shumë pozitiv, duhet keni kujdes në lidhje me disa tensione ose situata të vështira që do krijohen, por gjithsesi gjërat do ndryshojnë për mirë. Këto situata do krijojnë që ju vërtet të ndryshoni, të bëni ndryshimet e duhura në jetën tuaj. Është një muaj fantastik, me njohje, lidhje, persona nga e kaluara, mund të rikthehet një person, do ndjeni të sigurt, do merrni para, lajme shumë të mira, çlirim shpirtëror. Atëherë shohim, marrim një mesazh nga ëngjet për të parë se çfarë ju thon. Çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, jemi te energjia e Angelit Mikhail dhe ju thot, organizohuni me logjik në lidhje me këto ndryshime që ju kërkoni në jetën tuaj, në lidhje me një njohje që dëshironi të bëni, në lidhje me një takim që dëshironi të keni me këtë person, me një person që rikthehet përsëri nga e kaluara, por edhe në lidhje me çështje dhe situata familjare të ndryshme, ku ju do harini të jepni drejtim, do t'i lini problemet mbrapa dhe mbas këtij ndryshimet do vinë për mirë tek ju, por dhe nga ana ekonomike. Kështu që është një muaj që thjesht duhet të organizoheni me logjik, në punë, në familje, por dhe kudo. Edhe pse ju jeni shenjë organizative. Dhe ju uron një shëndet sa më të mirë. Këtë duhet ta merrni parasysh në të gjitha llojet e situatave që ju mund të keni, ju jeni të mbështetur nga angjëjt. Atëherë kjo ishte për ju. Ju uroj përsëri një muaj të mbar, mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë gjitha videot e këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, videon për hënën e plot, sepse është shumë e rëndësishme, përfundojnë gjëra që duhet ti përfundoni dhe ju e dini më mirë se çfarë. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video, një mbasditë dhe një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju. Dëgjojmë në videot e radhës.